të flasim për vitin e ri 2017, por politik. Çfarë duhet të bëjë klasa politike, si do të ecë reforma në drejtësi, dekriminalizimi, por mbi të gjitha si po i presim zgjedhjet që janë në qershor, janë shumë afër. Me mua në studio është Afrim Kresniqi, politolog. Mirë se erdhët. Zotë Kresniqi ka nisur ky vit me ankimimet, paktën nga deputetët të cilëve u është ndërprer mandati i deputetit për shkak vendimi marrë nga Komisioni Qendror Zgjedhor për shkak të shkeljeve që ata kishin në formularët e dekriminalizimit. Si e pat ju këtë lëvizje dhe çfarë pritet të sjellë kjo? Cili është edhe qëllimi, le të themi? Ishte e pritshme, ata kishin paralajmëruar që më përpara që do ndiqnin rrugën ligjore, praktikisht kushtetuta u krijon atyre mundësinë që të bëjnë një ankimim. Debati ishte nëse do bëjnë gjykatë kushtetuese apo gjykata administrative. Dhe palët kanë ndjekur rrugë paralele, deputetët në gjykatën administrative dhe kryetari i bashkisë së Kavajës në gjykatën kushtetuese. Në bazë ligjit të kushtetutës është parashikuar një fazë ndërmjetme kur gjykata do duhet japë një vendim dhe pas vendimit gjykatës mund të ketë, po themi, ndoshta një ndryshim tërësisht qendrimit. Nëse vendimi i gjykatës është në favor tyre, do thotë bie tërësisht nisma e ndërmarrë nga prokuroria dhe miratura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nëse vendimi i gjykatës konfirmon vendimin e KQZ-s, procedura është e parashikuar nga ligji, deputetët zëvendësohen nga lista, kurse në Kavaj do duhet të ketë zgjedhje të reja lokale. Por ndërkohë zgjedhjet në Kavaj nuk mund të ndodhin para se të shprehet gjykata kushtetuese, që tregon le të themi një është praktikë e cila është normale. Domethënë edhe në rastin e Dibrës ne patëm vendimin në maj për shkakimin e kryetarit të bashkisë dhe zgjedhjet u bën shtator, për shkak se u prit gjithë procedura ankimimit në gjykatën kushtetuese. Edhe në këtë rast, nëse rasti i Kavajës e përshfrytëzon hapësirën në gjykatë kushtetuese, do duhet presim 15 ditë për ta dërguar padin dhe pastaj vendimin e gjykatës i cili është i shpejtë dhe nëse vendimi është konfirmues, automatikisht Kavaja ka lënë për 30 deri në 45 ditë zgjedhje të reja parakoshme. Parashikoni ngërçe serioze, le të themi? Jo, nuk parashikohet. Vetëm një problem është problem përfaqësimi. Ka qenë një nga debatet që ne bëjmë në atë kohë kur u diskutua ndarja e re territoriale. Është një absurditet që ne të bëjmë zgjedhje të reja në një bashki kur ne kemi po në atë bashki zgjedhje parlamentare pas 2 muajsh. Është kosto shumë e madhe për shoqërinë shqiptare. Në rastet e tilla shumica e vendeve kanë zgjidhur me një kompromis. Dhe kompromisi është kandidati i cili ka fituar, subjekti politik ka fituar, zëvendësi i tij ushtron mandatin deri në përfundim të mandatit. Kurse në rastin e Shqipërisë ne vazhdojmë në mënyrë absurde të qëndrojmë besnik një lloj formule klasike të vjetër, e cila është demode sot, sipas cilës edhe kryetari i ri që mund të zgjidhet nuk fillon mandat nga fillimi, siç kemi edhe në vendet e rajonit, por plotson mandatin e atij ekzistuesi, kështu që është një fushat me kosto shumë të lartë, pa ndonjë rezultat për qytetarët dhe është më shumë test politik se sa një akt për qytetarët e Kavajës, për bashkinë e Kavajës dhe për demokracinë e Kavajës. Ky vit i ri, le të themi, do të nisë edhe politikisht, pas pak do nis parlamenti më 20 janar, megjithatë para se të shkojmë tek sfidat e 2017 dhe atë që çfarë duhet bëj klasa politike, ju jeni shprehur kritik për mënyrën si u mbyll 2016, të paktën në një reagim tuaj lexova që nuk i ka pëlqyer mënyra e organizimit të festave, dhurata, urimet e bëra, le të themi, politika në një farë mënyre, nuk e di, e keni quajtur edhe veprime politike këto apo? Unë dua të kujtoj kolegëve të medias një detaj. Media gjermane janë të njohura për një nga gjërat që bëjnë, japin zakonisht edicionet e lajmeve të 20 vite më përpara. Dhe qytetarët kanë mundësi përpara se si janë sillur politikanët 20 vite përpara dhe cilat kanë qenë gabimet e 20 vite përpara. Imagjinoni ta japim edhe këtë në Shqipëri. Në fund vit gjithmonë? Jo, japin gjithmonë, çdo ditë. Çdo ditë jepet edicioni para 20 viteve. Çfarë ndodh nëse ne këtë japim në Shqipëri? Do ndodh që të njëjtit politikanë që sot qeverisin, kur kanë qenë në opozitë, jo 20 vite përpara, por pak vite përpara, kanë kritikuar në mënyrë të drejtë dhe me drejtë morale dhe drejtë politike aktet korruptive të politikanëve, të cilët në mënyrë papritur shfallen si papagjysh i vitit të ri dhe shpërndajnë dhurata në gjithë Shqipërinë, bëjnë ceremoni, japin shtëpia, pallate, prona private, japin tapi, legalizim, gjithçka që nuk është kompetencë e tyre. Ata nuk harxojnë asnjë qindar nga xhepi i tyre, ata nuk bëjnë asnjë akt humanitar që lidhet me personalitetin e tyre ose me familjen e tyre, pa ata shfrytëzojnë tërësisht resurse shtetërore, po themi taksat e qytetarëve dhe institucionet shtetërore për të përfituar kredenciale personale dhe politike. Dhe kjo ndodh sidomos sa herë që kemi fushat elektorale. Është gjë absurde. Ne patëm skena të tilla gjatë vitit të ri, skena nga më absurdet, ku ministra shpërndanin banesa falas për qytetarët duke ofruar surpriza. Dhe nuk janë ministra që kanë pallatet e tij private dhe po shpërndajnë për qytetarët, po janë njerëz që i marrin dhuratat e tjerëve, që janë biznesmen ose grupi interesi që kanë interes nga tendrat publik, dhe i kthejnë to duke i paraqitur si dhurata personale dhe në fakt janë dhurata elektorale. Në një vend demokratik, në rastet e tilla prokuroria do duhet fillonte menjëherë, po themi, hetimin për të parë burimin dhe konfliktin e interesit midis dhuruesve dhe politikanëve zyrtarëve që i shfrytëzojnë të lloj momentesh. Në Shqipëri nuk ndodh.
Unë po ju them edhe ditë e fundit, ne shohim absurditete, qoftë edhe në qytetet ku qeverisë e djata, po sidomos në qytetet ku qeverisë e majta, sepse janë shumica bashkive të majta, kur edhe miratimi, po themi një këndi lojrash, një ure të vogël, një shkollë, një kopsht, një rrugë, i gjithçkaje, është gjithmonë prezencë e deputetëve. Në fakt nuk janë deputetë zonës, janë deputetë të qarkut, janë deputetë të listës spartiake, dhe ata nuk kanë asnjë lidhje me ceremoninë. Dhe ideja për t'ju dhënë atyre kredenciale politike lidhet gjithçka me atë që quhet klimë elektorale dhe paraelektorale në Shqipëri, dhe është një rast tipik i abuzimit. Dhe fakti që askush nuk reagon e bën edhe më të vështirë, po themi, raportin tonë me demokracinë dhe na paralajmëron se si do jetë klima elektorale vitit tashëm. Që po pse askush nuk reagon? Po sepse ne kemi institucione që reagojnë. Kemi Inspektoratin e Lartë të Deklarimit të Pasurive, i cili në fakt, megjithëse po kërkohet për të rritur mandatin, në fakt deri tani nuk ka dërguar asnjë politikan para drejtësisë dhe nuk ka bërë asnjë dosje në prokurori. Kemi Avokatin e Popullit, i cili do duhet të reagojë në të raste, por ai ka mbaruar mandatin dhe është faza e kompromiseve politike për një mandat tjetër. Kemi institucione të cilat do duhet të mbulonin atë që quhet interesin publik dhe nuk e bëjnë, dhe kemi një prokurori e cila më shumë po kujdeset për balancet e reja në reformën e drejtësisë dhe ku do jetë vendi i prokurorit përgjithshëm pas largimit nga posti, sesa për të shtruar funksionet e prokurorit përgjithshëm. Dhe të bashkuara gjitha këto, nuk kemi një media dhe një shoqëri civile aktive, ndërkohë që partitë politike i ndjekin të lloj problemesh vetëm kur i kanë interesa të caktuara politike. Fakti që i bën çdo parti do thotë që asnjë parti nuk e ka fokus kryesor të saj. Pse kemi dhe një lloj apatie përveç institucioneve që ju citoni, por edhe të shoqërisë civile? Pse nuk reagon kjo shoqëri kur shikon padrejtësi të tilla, farsa kaq të mëdha, kur shikon që abuzohet me fondet, me taksat, me paratë e tyre, le të themi? Sepse mekanizmi me të cilin shoqëria civile mund të atakojë qeshin gjykatën kushtetuese apo nivelet të ndryshme është jashtëzakonisht i kufizuar. Vitin e kaluar ka pasur nisma serioze nga shoqëria civile për të ankuar edhe tek financimi i partive politike dhe shpërnderimet e tyre financiare në gjykatë, dhe gjykata ka refuzuar në mënyrë kategorike, duke thënë që nuk keni ju objekt i interesit për çështën fjalë. Dhe ne jemi nga vendet e pakta në Europë, dhe kur themi të pakta, pas nesh vjen Bielorusia, Rusia ose Moldavia, ku shoqëria civile dhe grupet qytetare nuk lejohen, madje penalizohen nëse ata aplikojnë kërkesa të tilla ndaj zyrtarëve. Po ju marr rastin e ligjit të dekriminalizimit, ne kemi një nën tipik abuzues dhe për treguar se në çfarë niveli kemi ne atë, po themi, kompromisin politik kundër qytetarëve. Ne kemi thënë qytetarëve që nëse qytetarët ankohen ndaj një individi dhe paraqesin kritika ndaj një individi, qoftë ligji dosjeve, qoftë ligji për dekriminalizimin, qytetari jo vetëm që duhet mbledh firma, duhet paguaj para kur bën padin, por nëse provohet që padia nuk është e saktë, qytetari gjobitet dhe merr dënim. Kështu që fakti që qytetari gjobitet nuk merr dënim, do thotë asnjë qytetar nuk do bëj padi dhe asnjë qytetar nuk rrezikon dot përballë një sistemi që s'ka garanci që do jap drejt. Ju flisni për një sistem antivlerash i cili është sundues në shoqërinë tonë, ndërkohë që këtë e shtrini të paktën në këndvështrimin tuaj jo vetëm politik, por edhe më gjerë në media, në shoqëri. Çfarë duhet ndodhë ndërkohë që ne të kemi një rikthim të sistemit të vlerave, nëse ka ekzistuar ndonjëherë, apo të kemi një përmbysje të këtij sistemi antivlerash? Është një panoramë, po themi, dhimbshme çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare. Unë po themi në shënimin atë analizën vjetore që bëj gjithmonë të ngjarjeve të vitit, e pash po themi një skepticizëm të madh në mënyrën se shoqëria po përballet me problemet e veta. Çfarë do thotë? Ne po krijojmë mite të rrema dhe po krijojmë modele negative për fëmijët tanë. Ne politikanë më të korruptuar i paraqesim si shembull kryesor dhe ne i pam mushën ekranet e vitit të ri. Të gjithë politikanët duke u paraqes si familjar, si njerëz të mirë, si njerëz babagjyshër etj etj. Ne pam po themi atë që quhet konkurse muzike, konkurse letërsie, shpam ndërime, dhe dekorata dhe vlerësime shumë të larta të cilat ishin tërësisht fiktive. Dhe njëri që i shikon të gjëra nga jashtë, shikon që këtu gjërat lëvizin jashtëzakonisht, po themi, me një sistem krejt kundër nga sistemi i vlerave që lëviz një shoqëri qytetare dhe kultivuar. Problemi i madh i Shqipërisë është që ne na mungon një shtresë e mesme, një shtresë elitare, një shtresë qytetare e cila reagon, që refuzon ofertat e pushteteve dhe ofertat e politikës dhe ka kuraje për të reaguar. Në Shqipëri mungon kjo lloj shtrese. Dhe madje kjo lloj shtrese e cila është jashtëzakonisht e vogël, është e varur nga politika. Sepse në Shqipëri kemi një pakicë shumë pasur, një shumicë varfër dhe nuk kemi një shtresë mesme garantuese e stabilitetit dhe e funksionalitetit të shtetit. Pse nuk është krijuar kjo ndër vite, le të themi, që nga vitet 90? Pse nuk kemi pasur mundësi të çështje e tranzicionit dhe nëse ne marrim, po themi, çdo studim i huaj që lidhet me Shqipërinë, e lidhet edhe me të kaluarën e Shqipërisë. Partitë dhe pushtetet janë munduar gjithmonë në çdo regjim që të kontrollojnë të elitet ta tërheqin për vete, ose ta denigrojnë duke konsideruar palë të kundërshtarit, duke mos lejuar asnjëherë të kemi një grupim civil, një
grupim qytetari i cili mbron interesat publike, rrezikon për interesat publike dhe i jepet hapësira për të mbrojtur të interesat publike. Edhe në Shqipëri ne shohim për shembull nga probleme më të ndryshme i thuhet intelektualëve, pse nuk reagoni, pse nuk dilin dur, pse nuk dilin protesta. Nuk bëjnë intelektual protesta. Pa amani shoqëri serioze, kur intelektuale flasin, kur elita flet, ata që janë zyrtar përkatës dhe kanë përgjegjësi ndaj aktit me cilin ata flasin, reagojnë, e respektojnë të drejtën e fjalës dhe kritikën e tyre. Në Shqipëri të denigrojnë, në Shqipëri të pushojnë nga puna, në Shqipëri të dërgojnë policinë, në Shqipëri të marrin masa kundër te, në Shqipëri të bëhen palë kompromisi kundër karrierës tënde, të mbyllet hapësira për folur dhe në këtë lloj rrethanash këta njerëz e marrin, po themi, këtë hapësirë lirie e marrin si një autocensur për të mbijetuar një sistem ku nuk është më batut, por është realitet i dhimbshëm ku njerëzit në të pahaf Shqipërisë drejtojnë Shqipërinë. Dhe nuk e them të në nivelet qeverie, ne them në gjitha llojet e niveleve. Fakti që ne sot kemi kriminal në politikë dhe diskutojmë largimin e kriminalit në politikë është shuplaka më e madhe që ne kemi dhënë vetes tonë dhe mësimi më i keq që ne po i japim fëmijëve tanë. Sepse Shqipëria e vitit 2017, me gjithë të elitë, me gjithë ta studentë që po janë përgatitur në vite, që kanë studiuar në prendim, që kanë krijuar, kanë prodhuar, kanë krijuar identitetin e tyre, si është e mundur që sa herë që votojmë përsëri ne zgjedhëm më të këqit, dhe më të këqit janë ata që qeverisin, që pasurohen, që kontrollojnë biznesin, kontrollojnë jetën publike dhe kontrollojnë gjithçka. Ndalemi pak tek viti politik. Çfarë duhet bërë deri më 20 janar? Çfarë pritet të ndodhë? 20 janar nis parlamenti, por ndërkohë po ju bëj një krahasim tipik për midis një demokracie shumë funksionale, siç është ajo amerikane dhe ne. Demokratët, po themi, qytetarët amerikanë patën dje rastin për të mbledhur parlamentin e ri, për të bërë betimet, për të bërë ceremoni dhe për të filluar punë. Kurse ne kemi dhënë politikanëve pushim deri nga data 20-25. Dhe nuk kemi asgjë në agjendën politike. Çfarë? Ndërkohë që ne nuk kemi zgjidhur asnjë nga problemet e mëdha me të cilat janë angazhuar politika vitin e kaluar. Ne kemi kaluar ligjin e vetingut, por janë 27 ligje të cilat do duhet diskutohet me kompromise politike, me grupe interesi, me grupe të shoqërisë, me partnerë ndërkombëtar dhe për të kaluar në parlament. Dhe ende ata nuk kanë filluar procedura, sot ka kaluar nga komisioni parlamentar përkatës në email të organizatave shoqërisë civile dhe të medias projektit të 7 ligje përpara. Ndërkohë që për reformën zgjedhore nuk është bërë asgjë, megjithëse u shty 2 muaj mandati i komisionit, në fakt s'kemi asnjë produkt konkret, asnjë debat konkret. Dhe po ashtu për ato që quhen reformat e mëdha, të cilat janë premtuar që do të reflektohesh në këto zgjedhje dhe do të sillin ndryshime të reja. Asnjë prej tyre, madje edhe buxheti ka lejë shpejt sa publiku nuk ka arritur do të kuptojë se kush do jenë trendet e zhvillimit për vitet e ardhshme. Cilat janë sfidat deri për zgjedhjet të paktën, se është një periudhë le të themi që duhen përmbushur shumë gjëra, por ndërkohë asgjë nuk është përmbushur, duke pasur parasysh këtu edhe reformën zgjedhore. Unë mendoj që pavarësisht se koha është jashtëzakonisht e limituar, ca gjëra mund bëhen. Nëse ne bëjmë një ndryshim në reformën zgjedhore, në kodin zgjedhor vetëm në çështjen e financimit të partive politike, kjo do ishte reformë shumë e madhe sepse do ishte një nisje shumë e fuqishme kundër asaj që quhet korrupsioni i madh elektoral që mban peng Shqipërinë. Së dyti, nëse ne bijmë dakord për bërë një kompromis në atë që quhet organet e administrimit zgjedhor ose ndryshimi i qendrave votimit, për numërimin e votave në qendrat votimit përmes komisionerëve jo me partijak, por një formë tjetër, gjë që deri tani mungon tërësisht vullneti, dhe së treti do duhet bëjmë diçka për reformën drejtësi. Do duhet që të kemi rezultate konkrete dhe do duhet që aktet e fundit të prokurorisë për 3 zyrtarët e lartë, edhe sikur ata të jenë pafajshëm, të shoqërohen me aktet e gjithë zyrtarëve të lartë të cilët janë fajshëm. Në raportet ndërkombëtare, por edhe në zyrat e shtetit diskutohen një numër i madh emrash të zyrtarë të nivelit mesëm të lartë që kanë të shkuar kriminale ose kanë shkuar, po them, nuk po them tërësisht kriminale, por në shkeljet e ligjit. Dhe këta njerëz duhet përballen me drejtësinë, nuk duhet presim edhe një vit tjetër që të kemi 3 emra dhe nuk duhet shohim se këta 3 emra cilës parti përkasin për gjetur një kompromis siç është gjetur tani, duke gjetur një nga majta, një nga djatha dhe një nga partia e tretë e mesit. Këto janë, le të themi, ato që duhen bërë, por pritshmëritë cilat janë, sepse disa analistë shikojnë në mënyrë shumë pesimiste, gati me skenar apokaliptik. Të tjerë mendojnë se asgjë s'do ndodh, kjo klasë politike, ato që ka bërë në 2016, këtë do të bëjë edhe tani dhe zgjedhjet nuk ndryshojnë asgjë në thelb. E para, nuk është çështje e analistëve dhe çështje se ne duam që gjërat ndryshojnë apo mos ndryshojnë. Të gjithë duam të ndryshojnë gjërat. Por që të ndryshojnë gjërat duhet kemi elitë politike dhe duhet kemi një politikan vizionar që arrin të sjellin ndryshimin. Dhe zakonisht 2 janë kapacitete për ta sjellë ndryshimin. Është mazhoranca e cila ka votat, ka legjimitetin, ka institucionet, ka gjitha mekanizmat për ta esuar të, dhe është opozita e cila mund të ofrojë një alternativë tjetër të ndryshme nga mazhoranca, duke rrezikuar për që ofron një dritë shprese. Të dy këto elemente mungojnë në Shqipëri. Mazhoranca është tërësisht e konsumuar.
Mazharanca më shumë harxhon kohë merret me Facebookun dhe me Twitterin se sa merret me qytetarët. Dhe nuk po arrin dot të kuptojë lidhjen midis qytetarëve dhe ai përfiton nga rasti që opozita është e dobët. Dhe ky është një dënim i dytë për Shqipërinë, sepse detyra e një mazharance nuk është bëj një opozitë dobët, por është prodhoj politika dhe ta justifikojë besimin publik. Dhe kjo mazharancë nuk po justifikon besimin publik. Nga ana tjetër, opozita nuk është thjesht Opozitë nuk do të thotë thjesht shkosh në parlament të protestosh, të reagosh, të refuzosh dhe të marrësh rrogën dhe qëndrosh derisa të gaboj pala tjetër për ta në pushtet. Po opozita është përgjegjësi publike. Opozita duhet të reagojë, opozita duhet të ndërtojë projekte zhvillimi, opozita duhet bëj kontratë me qytetarët, opozita duhet të ofrojë një dritë shpresë që gjërat ndryshojnë në Shqipëri. Dhe duke munguar të dy këta element, ne praktikisht kemi ngelur në atë që quhet mëshirën e fatit të lojës që do luajnë ambasadorët ndërkombëtar në Shqipëri. Do thotë nëse ambasadorët, trupa perëndimore në Shqipëri, do jetë shumë kategorik i vendosur për të pasur veting në drejtësi dhe element vetingun politik, kjo do jetë e vetmja shpresë e vitit 2017 mos jetë viti i humbur për Shqipërinë. Nëse kjo nuk do realizohet dhe gjasat janë shumë vështira për të realizuar, atëherë do jetë një vit i humbur kalendarik dhe duhet kuptojmë me fjalë të thjeshta, pavarësisht se politikanë premtojnë shumë. Një vit elektoral, siç është viti i ardhshëm, do të thotë që nuk do ketë projekte të mëdha zhvillimi, nuk do jetë asnjë projekt i madh infrastrukture, nuk do ketë asnjë firmë ndërkombëtare sepse nuk vjen asnjë firmë kur ka zgjedhje në vend, nuk dihet kush fiton zgjedhjet, por gjithë presin çfarë do ndodh pas zgjedhjeve. Kështu që do jetë një vit i konsumit, i dhjamit krijuar gjatë 2 viteve të punit, nëse ka pasur dhjam në shtetin shqiptar. Le të themi kompanitë nuk vinë vetëm për shkak të zgjedhjeve apo sepse ka dhe politika, le të themi, jo në favor? Janë një sër treguesh. Shqipëria konsiderohet ende një vend me nivel të lartë korrupsioni dhe një administratë jashtëzakonisht centralizuar dhe shumë burokratike, që është pengesë për investorët e huaj. Ne po bëjmë një krahasim. Gjatë vitit kaluar me nisë Maqedonia ishte krizë, 5 firma më të njohura ndërkombëtare që kanë ardhur në Ballkan, 4 kanë shkuar në Maqedoni, 2 prej tyre erdhën në Shqipëri, provuan, i dëbuan dhe shkuan në Maqedoni. Kurse në Shqipëri nuk ka asnjë firmë e madhe ndërkombëtare. I vetë një projekt të shtapi që për shkak se kalon në territorin shqiptar, por nuk lidhet me qytetarë shqiptar dhe është një mallkim i madh për ne, sepse do na kaloj gazin në tokën tonë dhe banesat tona do jenë përsërit pa prekura nga gazi. Një komentin tuaj shkurtimisht për zotin Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar në Francë në bazë të një urdhri ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Në fakt kryetari AK-s nuk e ka eksperiencën e parë, është ndaluar dhe në Sloveni. Është ndaluar, por personalisht e pas me shumë shqetësim për 2 arsye. Pari se është një nga liderit kryesorë të opozitës në Kosovë. Do thotë edhe në zhvillimet dramatike që ka në Kosovë, do shumë shpejta konsiderojë një figurë me potencial politik dhe kjo është një sinjal negativ. Së dyti është i vetmi politikan shqiptar i ftuar në ceremoninë presidenciale amerikane me datën 20, kështu që përsëri është sinjal negativ, dhe së treti nëse lexojmë deklaratat e politikanëve në Kosovë, kemi pas deklaratat nga presidenti i Kosovës, për shembull që gjykata speciale do fokusohet tek sidomos tek rastet e kërcënimit ndaj dëshmitarëve dhe një nga rastet ku është përfolur ka qenë edhe rasti i zotit Haradinaj, gjyqiti. Kështu që nëse i bashkojmë të 3 elemente, konsideroj si një nga zhvillimet më negative ndodhura në Kosovë dhe që do ketë pasojë në politikën e Kosovës. Uroj mos jetë kjo, dhe uroj të jetë varianti i familjes që është një udhër arresti nga Serbia dhe nuk ka lidhje me gjykatën speciale. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni. Faleminderit që na ndoqët, ju qëndroni në Ora News, vjen vetëm pas pak tunet i vetare bashkë me